إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falenderimet më të sinqerta I përkasin vetë Krijuesit. Atë falenderojmë nga thellësitë e zemrave tona. Prej Tij ndihmë dhe mbrojtje kërkojmë. Lutim Zotin të na mbrojë nga çdo e keqe e të na udhëzojë me bekimin e Tij. Atë që Zoti udhëzon, s'ka kush ta humb. Ndërsa atë që humbi vetveten askush nuk mund ta sjellë në rrugë të mbar përveç Zotit. Dëshmojmë se Allahu, krijuesi I gjithçkaje, është I vetmi I cili me të drejtë meriton të adhurohet dhe Muhamedi alayhis salam është I dërguari I Tij. Motër dhe Ti Allah, a e ndjeni se ka kohë që kemi nisur të harrojmë? Madje po harrojmë më duket si shumë, e po harrojmë gjëra që kur nuk duhet I harronim. Kështu kemi harruar se jemi musliman, e po harrojmë vlerat më të larta që kemi patur e trashëguar ndër shekuj. A e dini se çfarë ka porositur Krijuesi? Dëgjojeni. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dhe kujtoj se me të vërtet për kujtimi u bën dobi besimtarve. Ndaj të lutem ty motër dhe vëlla, më kushto pak nga koha jote dhe pranom një buqet me lule, se të jesh I sigur që aroma atyre do të rikujtoj vitet e humbura, e do të mësoj sa do pak që të mos neglizhosh, por të nderosh, të respektosh familjen tënde dhe të ruash atë, të ruash fëmijët dhe veten tënde nga zjarri apo shkatërimi. Pra, kujto dhe kur mos harro. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Mos u bëni si ata të cilët e harruan Allahun, e Allahu bëri që ata të harrojnë vetveten. A ka vallë më të dashur se nëna, më të bukur e më të ëmbël se ky emër? A nuk përmendim në momente të rënda e të vështira kur kemi mbetur pa rrugë dalje për ndihmë Krijuesin radhë të parë, e pastaj nënën? Kur e pyetën Muhamedin alayhis salam se kujt I takon nderimi I parë, ai u përgjigj: nënës. Pastaj than: nënës. Po pastaj përsëri nënës. Pastaj I takon babait. Por a thua të gjithë respektojnë këtë porosi, edhe bën për nënën atë që kërkohet? Ajo, për fat të keq jo. Fatkeqësisht ka ndonjë që e ka harruar edhe nuk e kupton. Që radhi bie ndërmend se ka detyrime ndaj saj,
madje detyrime të mëdha. Le të dëgjojmë bashkë një letër që një nën i shkruan të birit të saj, i cili ka vite që si ka rënë ndërmend për të. Birim, po të shkruan nëna jote. Gjatë, o sa gjatë jam menduar të shkruaj apo jo. Dhe ja sot më në fund vendosa. Ngala lotët, mora lapsin, e nisa të hedh në letër ato që kam ndjen zemra ime të coptuar. Sa kohë ka kaluar mor bir që nuk e mi parë. Po sa vite që nuk më ke shkruar të pak të mirë dërjeshta. Kam vetëm një lutje birë. Të pak të lexosh këtë letër e pastaj bëj si të duash, coptoje në daqë, edhe më zëmën time ashtu coptuar e bërtërime. O birin nanës, 25 vjet më parë kur t'i erdhën jetë, gëzimi im nuk kishte treguar, vetëm ato që janë bërë nëna e kuptojnë më mirë të ndjesi. Të mbartë 9 muaj, ngrihesha me vështirësi. Flia, haja dhe mirja frym me vështirësi e siklet të madh. Ti linde në fund gushtit birë, u shvap, që të nëzet bërjat vete, e që uajt e më shtonë të ajo, po kurën e kurës nuk më zoblua dashuria për ty, me zi prisja momentin që ti të dilnje në dritë. Oja uajt e të patreguar a i sa lapsi nuk i përshkruan do. Përballa me vdekje në bire jam në fund, ti dole dritë, ti qarët të ndupëzije me lotët e gëzimit tim, o që gëzim isha jo ditë, që gëzim më soli e i qastë, të mbajta e lumtu në krarorë. Prerin tim e bëra shtrat për ty mirë, gjirin ushqim, që ndroja pa gjumë që të flije ti, e ti u rrite, u martove, edhe sot, sot shoh se nuk jem aj, o zotim, po që ishte valë kësh problem që më bëre djalinanës? Po a meritoj birë këtë ftotësi, këtë sjelljen tënde. Birin, s'po të kërkoj shumë birë, vetëm të shumë një herë të të puthë sytë e balit, të të ndjej veç një herë pranë, të ndjej aromën e qenjësime, vetëm kaq birë. Shumë është valë për ty kjo. Jeta më kalodhë shumë veçanërisht mungesa jote. Sot dhe birë, nuk desha të ta thonë, për sot kam zënë shtratin. Jam file vetme dhe s'ka kusht më jap një gotë ujë. Po unë jam sjellë mirë me ty, më birë apo jo? Kam qenë vite me radhë shërbëtorja jote. O, mërë birë, a e meritoj valë këtë shpërblim. Për hirë të lau, trego pak butësi për nënën tënde, se ndryshe Allahu nuk do të falë kur, e nëna s'ta uron kur këtë.
madhe, që mbyti mërzia, që është djegur zemra janë tharë lotë të mendohu birim, mendohu, të lutem shumë thiri zemrës, thiri të pastë nëna, thiri birim, nëna, s'do të ankohet kur birë, nuk do të malkoj asë njëherë, kur në kurës, se po ta bëja këtë, mallkimet e mia do të arrinin në dyert e qiellit, e do të zinte haku im, e mbi ty e familjen tënde do të zbrisnin fatkeqësira që kur nënën nuk do t'i dëshironte. Jo birë, nëna, s'do ta bëj kur këtë. Ti për mua je ende i mbirë, je shpirti, je gëzimi, dhe e pranvera e shkurtër e asaj pak jetë që më ka mbetur. Vetëm mos harro djali nënës, se do të mplakesh edhe ti. Të pyes nëna, a kanë zënë të të dalin thijat mërbir? Me siguri që po. Pra, do të bëhesh edhe ti prind, do të mplakesh si unë, edhe larkë qoftë mund të apsosh si unë, se kjo botë biri mos e harro kur këtë. Është bota e provës, këtë mos e harro, të gjitha të shkruhen në librin e qiellit birim. Krijuesi vërtet mund të vonoj, po kurrën e kurrës nuk harron. Eja birë, eja të shoh të pak të njëherë, të lutem shumë. Birë, nëna kaq kishte. Tani, besë si të duash, letrën daq grise, veç nuk rri do të pa të thënë në fund, se kush bën mirë në këtë dynja e ka për vetën e ti, e kush sillet keq përsëri për vetën e ti e ka. Të bërqafon e të budhë sytë e ballit me malë, nëna jote. Paqim inshallah sa më pak në këta djemë të tillë. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë, të adhuroni vetëm atë dhe të tregoni mirësi me prindrit. Nëse njëri prej tyre ose të dy ka zënë pleqëria, nën kujdesin tënd, mos u thuaj atyre as edhe një herë kurrën e kurrës një fjalë të ligë, as mos bëj kur uf, e mos u tregoj vrazhët me ta, por thuaj atyre vetëm fjalë të mira, respektuese, dhe në shenjë mëshire shtrije pran tyre krahun për ullës e respektuese, thuaj, Zoti im mëshiroj ata të dy, ashtu siç më edukuan mua. Sa gjëra të çuditshme ndodhin në mesin ton, në ditët tona të përditshme, ndër ne vëllezër musliman. Janë gjëra që vërtet të bëjnë të mendosh e të pyesish veten.
More po vërtet, qësh ka mundësi? Apo, a është e vërtet, gjënëm? A janë ndër ne këto sende? Dhe cila do thoni ju janë këto gjëra? Le të dëgjojmë, e pastaj secili të pyes veten, nëse janë apo s'janë të vërteta, dhe sa nga ne e shohin, e si e shohin veten e tyre përballë këtyre pyetjeve të çuditshme që do dëgjoni më poshtë. Dëgjojeni, u lutem shumë. Të pyes, vëllezër, a nuk është vërtet çudi kur mendon se ka njerëz që udhimse të hedhin diçka në xhami, në një kohë ku harxojnë goxha para në pazar apo në tavolina duke ngrënë, duke pirë? A është apo jo e vërtet kjo? Çudi apo jo? Sa të gjata na duken 2 orë të kaluara në xhami, e sa të shkurtra kur ndjekim apo cilin një film, a një shfaqje pas një vlerë në televizion. Sa çudi e madhe vërtet. Sa të vështirë kemi të përqëndrohemi kur i lutemi Allahut dhe as pak për të përqëndruar, për të menduar, për të folur për gjëra krejt të thjeshta pa asnjë rëndësi, pa asnjë vlerë, thjesht për muhabet apo për të shtyrë kohën. A nuk gëzohemi vallë pa mas? Të pyes pra vëllezër, nuk gëzohemi pa mas kur loja e futbollit apo një sport tjetër zgjatet për disa orë, edhe ankohemi kur taravia gjatë Ramazanit është me gjatë se zakonisht. Sa çudi. A është apo s'është çudi, vëllezër? Sa të rënde kemi për të lexuar një ajet në Kur'an, e sa të lehtë të lexojmë tërë ditën e ditës gazeta edhe revista që s'kan as edhe një vlerë, për të mos thënë se sjellin vetëm dëm. Çudi. Në një shfaqje filmi apo teatri, njerëzit lakmojnë të ulen në vendet e para, o kur vjen puna për në xhami, shtyhen të ulen në fund me qëllim që të largohen sa më parë. A është e vërtet kjo apo s'është e vërtet? Çudi. Thomni pra, nuk është çudi kur mendon se sa shumë kohë na duhet për të mbajtur një tubim me qëllim që të dëgjojmë një ligjërat fetare, e sa të lehtë e kemi të mblidhemi, të flasim, të vendosim, të ndërrojmë orarin sipas qefit, ditën, orën, edhe në çastin më të fundit, edhe për çka do të thoni ju vëllezër musliman, për gjëra fare pa vlerë. Çudi. Asë çudi. Thonë ju lutem, sa rënd pastaj e kemi që këtë ligjërat ua tregojmë të tjerëve, e sa lehtë kemi pastaj të sajojmë, të merremi me fashefeme, me fitnë dhe fjalë të kotur. Çudi. Çdo kush dëshiron të shkojë në xhenet apo jo? Por ama jo të gjithë besojnë, mendojnë, e thonë gjëra apo bëjnë diçka për këtë. Thoni, është apo s'është kështu vëllezër musliman? Çudi. Është apo nuk është çudi? Thoni ju lutem. Mendohuni dhe s'është nevoja të më përgjigjeni mua. Përgjigjuni vetes tuaj për këto pyetje. Sa e vështirë është jesh musliman i vërtet. Sa shumë gjëra duhet bëj besimtari për ta merituar këtë emër në çdo moment,
në çdo çast të ditës, sepse vjen një kohë, dhe për këtë duhet jeni të sigurt, të kthehesha edhe një herë, do të isha prej vepër mirëve. Fshi, apo të na e heqja të keqja të faj që kemi bërë dikur, do të jetë shumë e vështirë që ta fshim. Përpjekja jonë të jeni të sigurt, do jetë krejt pa fryt. Ja se që tregon një musliman. Ula një ditë dhe vendosa të pendohesha për kohën, për momentet e çastet e humbura kod gjatë jetës sime. Ula e thira një prej çasteve. Një prej atyre çasteve që kisha shkuar dëm në jetën time, në punë të pavlera. Pra thira nga ato çaste kur kisha bërë në një gabim apo punë të pandershme, ando një faj. Jo drejtova çastit. O çast, kërkoj prej teje të kthehesh të përdor për punë të ndershme dhe të hajrit. Gjë që nuk bëhet ma ktheu çasti. O çast, të lutem shumë. Ktheu të lutem shumë sepse jam penduar e dua të përfitoj e të ndreq fajin që kam bërë. E qysh mund të kthehem unë, kur faqet e punëve të tua më kanë mbuluar? Po bëjtë pa mundur dhe të lutem shumë, ktheu o çast. Po t'ishte në dorën time, mbase do të kthehesha. Por qysh mund ta bëjmë këtë? Tashmë fletët e punëve të tua janë mbyllur dhe kanë marrë udhën për tek Krijuesi. Dhe ti këtë duhet ta dish. Mbaje vesh mirë. Çastet janë miq të mirë e dëshmojnë mirë për atë që e ka harxuar kohën për punë të mira dhe të ndershme. Ashtu siç janë armiq të rrept e dëshmojnë kundër atyre që i kanë harxuar ato për punë të pandershme. E pra, unë jam prej atyre çasteve armike të tua dhe më takon të dëshmoj kundër teje ditën e gjykimit. Si mund të bëj kompromis për këto gjëra? Të ta thonë, troç, tani gabimet e fajet e tua janë në dorën e tjetër kuj. Po unë po të lutem o ças, po të them që jam penduar, a më dëgjon përgjigj, më të lutem shumë. O ti, që humbë kohën kot, a nuk e kupton se deri tani për të kthyer një çast, humbe shumë çaste të tjera të jetës tënde? A mendon se mund të kthehen kështu çastet? Unë, ja se që mund të bëj ty, të të jap vetëm një këshill. Mbaj vesh mirë. Përpiqu pas sodit të bësh punë të mira, sepse vetëm punët e mira, punët e ndershme, do t'i fshin të këqija. A dhe shko tani, dhe mendo, po të mendosh gjatë për sa të thash, dhe mos harro këtë, se në radhë të parë, lutje dhe falje, duhet t'i kërkosh vetëm Krijuesit mëshirë plot. Uno pra mirë me nder dhe me faqe të barë mbas sodit. A dëgjove që të thash? Uno mirë mbas sodit, këtë mos e harro kur. Unë kaq kisha për të thënë. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Dhe të mos thot ndo kush, oj miri unë që kam lënë mangut respektimin e Allahut dhe kam qenë një prej atyre që palleshin, ose të thot për shembull, si kur të më kishte udhëzuar Allahu, e të kisha qenë për të devotshme. Apo kur të shoh dënimin të thot, si kur të kthehesha edhe një herë, do të isha prej vepër mirëve. Dëgjojmë jo rrallë herë vëllezër, se muslimani e adhuron krijuesin e vet nga frika që ka prej tij. E adhuron atë, beson tek ai, nga shkaku se nuk arrin të shpjegoj shumë dukuri e fenomene që ngjajnë në botën që na rrethon. Pra nga frika se mos i ndodh diçka, në një fatkeqësi apo ndodhi e padëshirueshme, muslimani beson. Gabim, çdrit shkurtësi, vallë ku e gjetën të shkruar apo të deklaruar diçka të tillë. Vëllezër musliman, para se të shpjegojmë shkurtimisht frikën dhe të flasim diçka paksa për të kundërt me saj, pra për shpresën. Shpresa ka rëndësi dhe është nga thelbësore për njeriu. Është i dështuar për të jeni i bindur ai njeri që humbet shpresën në këtë botë. Ndaj, lipsesh të shpresosh e të besosh se kur nuk do të jesh i humbur. Krijuesi ynë i këshillon robit të tij: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. O robrit e mi, që e keni ngarkuar veten me shumë gabime, mos e humni kur shpresën prej mëshirës së Allahut. Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai e krijoi njeriun dhe e don atë. Ai është mëshiruesi, mëshirëploti. Mos harro kur dhe bindu se krijuesi të dhuroi jetën, mirësitë e begatitë e saj, të krijoi ty në formën më të bukur, më të përkryer, të bëri krijesë me logjik. A nuk të bëjnë vallë përshtypje të gjitha këto? Krijuesi nënshtroi çdo gjë që na rrethon dhe e vuri në shërbimin tënd. Nënshtroi ret për të dhuruar shiun. Nënshtroi diellin për të ngrohur gjësinë e të dhuroj çdo gjë që të lypset ty o njeri. Solli natën që ti të qetësohesh e të jesh i aftë për të punuar ditën e nesërme. Sa gjëra na dhuroi krijuesi, për të cilat duhet kohë që ti numërosh. E të gjitha këto duhet të çojnë besimtarin drejt dashurisë dhe falënderimit për krijuesin e përsosur e të falënderuar. E nëse të gjitha këto gjëra, të gjitha këto dhurata që në ka bërë krijuesi, ne do t'ja kushtonim dikujt tjetër, friksohem se ky do t'ishte një ndëshkim i madh që do i bënim vetes sot, një mosmirënjohje e patreguar. Frikë dijeni mirë këtë, kanë vetëm ata që njohin të vërtetën e vetes së tyre dhe të krijuesit mëshirëplot. Profeti na mëson: unë jam njohësi më i mirë i Allahut ndër ju, dhe njëherë është më i frikësuar ndër ju. Nga frika e njeriu skaliten cilësitë më të mira.
Kur të njeriu të ekzistoj frika, a I do ditë të mposh shumë vese dhe në ratë të parë ti djeg ato. Frika edukon gjymtyrët, nënshtron zemrën për të mos vajtur ka rrugë të këqija, e zhvesh njeriu nga mendje madhësia, nga haseti, nga inati e tjera. Allahu lajmëron për atë që pati frikë ndaj Zotit të vet, janë 2 xhenete. Mos se harroni kur këtë. Zoti është I kënaqur me ta, dhe ata janë të kënaqur me krijuesin e tyre. Po cila është më e vlefshme dhe më dobishme për njeriu, do të pyesni ju? Frika apo shpresa? E kjo dëgjojeni mirë, është si të thuash kush është më domosdoshme apo më e vlefshme për njeriu, buka apo uji? Dihet, buka është më e vlefshme për atë që është I uritur, e uji për atë që është mjetur. Shpresa dhe frika janë 2 ilaçet në të cilat mjekohen zemrat nga sëmundjet shpirtërore e nga të gjitha të këqija që kanë bërthyer e po mbulojnë çdo ditë botën që na rrethon. Te njeriu I devotshëm frika dhe shpresa janë të barabarta dhe duhet jenë në balans të plot. Një nga besimtarët e parë thoshte: sikur të më thonin se në xhenet do të hyjnë të gjithë me përjashtim të njërit, vallahi do të friksohesha se I njeri do t'isha unë. E nëse do më thonin të kundër se do hyjnë të gjithë në zjarr, përveç njërit, do të dëshiroja, do të shpresoja se do t'isha unë njeri. E për ta mbyllur edhe 2 fjalë: o besimtar, ki frikë, por ama ki edhe shpresë. Luma I që diti të ruaj ekuilibrin mes frikës dhe shpresës, se vërtet do të ti lumtur dhe I mirëpritur para Zotit. Jo rall për të mos thënë dhe shpesh se cili nga ne gjatë jetës së tij edhe tundohet, edhe mashtrohet apo shkon ka një rrugë që nuk këshillohet për besimtarin. Por dijeni mirë ama, mbajeni vesh se kur nuk do të shkelni në rrugë të ndershme, në qoftë se në çdo moment, në çdo hap që hillni, nuk do të ndjeni se keni pranë Krijuesin dhe profetin ton, këshillat dhe porositë e tyre. Nëse për çdo veprim jo të ndershëm, të dënueshëm, do ndalonim një moment dhe do të pyesnim veten, po sikur fjala vjen, apo le ta mendojmë më thjesht, sikur të pyesja, nëse një ditë do na vinte në shtëpi për vizitë vetë I dërguar I Zotit Muhamedi a.s. për të ndënjur disa ditë, sikur ashtu papritur fare, të trokiste në derë, vallë, a e keni menduar në një herë se ç'do të bënit? Megjithëse unë deri diku e di, apo jo, apo më mirë të thoni e marrë në mend se çfarë do të bënit. Një miku kaq të nderuar e di, do ta prisnit krah hapur me fytyrë të qeshur, do t'i ofronit dhomën më të mirë, Anvisa do t'i përgatiste gjellët më të mira, do të ndiheshit tepër të lumtur, e di të gjitha këto unë I dini edhe ju. Do ndiheshit krenar, sigurisht që po I shërbeni atij, veç do më thoni edhe një gjë, po ama do më thoni të drejtën. Kur ta shinit profetin a.s. që po vjen në shtëpinë tuaj, do të dilni ta prisni tek dera me një herë, apo do vraponit më parë për të fshehur ato gazeta e revistat pavlera
për të mos thënë të turpshme e të dëmshme. A do rendin me vrap të gjenit Kuranin e ta vendosin në vendin që t'i binte në sy profetit? Po filmat, ato filmat e bukura do vazhdoni të shihni të prezencën e tij, apo do vraponit për shuar televizorin para se të hynte? Nuk e di, po jam i sigurt se nuk do ishit në gjendje e nuk do dinit se çfarë të bënit përpara. A do eftonit më njëherë brenda, apo të hutuar do vinit rrotull pa ditur ç'të bëni? Do silleshit majtas, djathtas, do vraponit andej, do vraponit këtej. A pra, do të bënit sikur profeti alayhis salam të vitë në shtëpinë tuaj? A do vazhdonit të bënit gjërat njësoj si në ditë të tjera, mbase duke sharë ndonjëherë, duke mallkuar, duke u bërtitur fëmijëve, gruas, duke u nxehur? Bisedat tuaja familjare do të ishin njësoj në një rast duke marrë në përgojë të tjerët, duke bërë hesapin dhe llogaritë e botës? Pra, toni ç'do të bënit? A do të uleshit në sofër me fytyrë të varur, duke bërë uf e buf, apo duke falenderuar për nimetin që të ka dhuruar Allahu? A do ta falnit në rregull çdo vakt namazi? Po për namazin e sabahut, a do braktisje shtratin e ngrohtë? Thuam të drejtën, të lutem shumë. Asaj do më thoni edhe këtë. A do doni që ti dinte profeti alayhis salam gjërat që ti ushqen mendjen dhe shpirtin tënd? A do ta çonit atë në çdo vend ku shkon edhe ti vet? E tani me zemër të hapur, më thuaj, a do doni të qëndronte gjithmonë me ju? Apo do merrnit frymë të lehtësuar kur të mbaronte vizitën e tij e të na përshëndeste? Vërtet është një gjë interesante me ditë, sikur një ditë profeti alayhis salam të vinte për vizitë veç për të ndënjur disa ditë në shtëpinë tonë, të trokiste në portën tonë pa pritur. Çfarë do të bëni vallë, o njerëz? Qysh do të silleshit? Sigurisht që nuk dua të më përgjigjeni mua për sa më sipër, por dialogo e pyet veten e mandej përgjigjo vetes tënde përsëri duke vënë atë përballë gjithë atyre pyetjeve që parashtruam më lart. Zoti, me dëshirën tënde spatëm mirësinë ta shohim profetin në këtë botë. O i gjithë mëshirshëm, gëzoj zemrat tona të jemi bashkë me të në parajsën e përjetësisë. Njeriu gjithmonë lakmon për nga pasuria, ka dëshirë të ketë gjithçka, dhe kur siguron diçka përsëri lakmon. Dhe me këtë që do të tregojmë më poshtë, shohim këtë dëshirë, këtë neps të njeriut për të patur gjithçka, dhe shohim zemërgjërsinë e bujarinë e Zotit për t'ia dhuruar. Profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam tregon dhe thotë: njeriu i fundit i cili doli nga xhenemi për në xhenet është një njeri i cili kishte mëkatuar në tokë pa të drejtë. Në kohën që Zoti me mëshirën e tij e nxori nga xhenemi, njeriu i thotë xhenemit: falenderoj Zotin që më shpëtoi nga ty. Zoti masi e nxori nga xhenemi, i shfaqi para tij një pemë të bukur të madhe e me të gjitha kushtet për të jetuar mirë. Njeriu kur e shikon këtë pemë, ndjen përbrenda një ndjesi që të jetonte në të dhe i thot Zotit: o Zoti im, më mundëso të lutem shumë të hyj në këtë kopësht edhe të jetoj në të. Dhe Zoti i gjithë mëshirshëm i thot:
Unë të adhuroj ty këtë kopësh, por ti pos këti kopshti, nuk do më kërkosh diçka tjetër. Por Zoti me madhështinë e tij i shfaq njeriut një kopësht tjetër më të bukur se i pari. Kur e shikon njeriu këtë kopësh magnitet dhe i lutet Zotit përsëri që t'i adhurojë edhe këtë. Zoti i madhëruar i thot: po më premtove më duket që nuk do më kërkosh diçka tjetër përpos atij kopshti. Njeriu i thot: o Zoti i gjithëmëshirshëm, të lutem shumë, do më adhurosh edhe këtë kopsht dhe nuk do të kërkoj më asgjë tjetër. Zoti i adhuroi edhe të dytin dhe i shfaq atij një të tretë edhe më të bukur se dy të parët. Njeriu pasi e pa kopshtin e tretë, dëshiroi me gjithë forcën e tij ta kishte përsëri për vete, të hynte përsëri në të, mirë po i vinte turp nga Zoti të fuqishëm që t'i kërkonte për të tretën herë diçka. Zoti i gjithdijshëm, duke ditur dëshirën e njeriu, i thot: përse nuk i drejtohesh Zotit tënd, o njeri? Turprohem nga ty, o Zot, që të lutem përsëri. Atëherë njeri hyrë në kopësht e kënaqur në të. Por më e çuditshme është se kur njeriu hyri në kopshtin e tretë, përpara tij shfaqet xheneti me madhështinë dhe bukurinë e tij. Atë njeriu pasi vështron këtë bukuri të rrallë, dëgjon zëra të gëzuar, njerëzish të gëzuar, të lumtur në këtë vend dhe nuk mund të duronte dot, ndaj i lutet Zotit përsëri. O Zot, të lutem shumë, afrom sa do pak afër xhenetit, që vetëm të shikoj nga afër këtë bukuri e të dëgjoj këta zëra të lumtur. Dhe Zoti i gjithfuqishëm dhe i gjithëmëshirshëm i thot: hyr pra o krijesa ime në xhenetin tim. Kur njeriu niset për të hyrë në dyert e xhenetit, sheh shumë njerëz aty dhe mendon se për të nuk ka vend dhe i drejtohet Zotit dhe i thot: o Zot, unë e jeta xhenetin të mbushur plot me njerëz. Por Zoti i thot: o njeri, ai nuk është i mbushur. A do ishe ti i kënaqur me një dynja? Njeriu i thot: po, Zotim. Atëherë do të shtoj edhe një si ajo. A je i kënaqur? Njeriu thot: po. Atëherë të dhuroj sa 10 dynja. O Zotim, mos bësh shaka me mua. Ti je Zoti i madhështisë. Jo, i thot Zoti, por unë bëj çfarë dëshiroj. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Falemderuar qoftë Allahu i cili premtimin e vetë bëri realitet ndaj nesh dhe na la trashëgim tokën e xhenetit që të vendosim aty ku të duam. Sa shpërblim i mirë është i atyre që vepruan drejt. Le ta plotësojmë së fundi këtë buqet me disa vargje poetike. Sa mirë do t'ishte të mos kisha lindur, po me që kam lindur, sa mirë do t'ishte të mos vdisnja, por me që do të vdes, sa mirë do t'ishte të mos ringjallesha, por me që do të ringjallem, sa mirë do t'ishte të mos jepja llogari, por me që do t'jap llogari, sa mirë do t'ishte të mos dënohesha, e nëse dënohem, të mos dënohem për gjithmonë.
E pra vëllezër të nderuar, askush të mos ngroj të ngrej duart e me bindje t'i kërkoj të gjithëmëshirshmit. Zoti ynë, nxirri shpirtrat tan nga errësira e padrejtësive dhe mblidhi ata përreth dritës tënde, rrugës hynore. Bashkoj zemrat tona në mirësitë e tua, larg ligësive të epshit. Zoti ynë, drejt teje i ngrem duart, ti askënd s'ke kthyer duar bosh, mbushna me bekimin tënd. E di mos Zoti ynë se jemi mëkatar, por mëshira jote është më e madhe ndaj na mëshiro, se veç teje askush nuk mund na mëshiroj. Në dyert e mëshirës tënde trokasim me përgjërim, ti askujt s'ja mbyllë ato, mbaj hapur edhe për ne. O Zot, na fal ne, prindrit tan, besimtarët, kudo që ndodhen. Na dhuro mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Të nderuar vëllezër e motra besimtar, kjo ishte një pjesë e luleve të bukura nga lëndina e pashtershme e Islamit. Le t'i ruajmë të freskëta e plot aromata. Falenderojmë artistin e popullit